kjo ndodh kur më në fund zgjedh veten mbi çdo gjë. Imagjino si kur të zgjohesh një mëngjes dhe të kuptosh se jeta që ke jetuar nuk të përket vërtet. Çdo zgjedhje që ke bërë, çdo sakrifis që ke duruar, çdo mask që ke vënë, gjithçka vetëm për t'ju përshtatur pritshmërive të tjerëve. E megjithatë, brenda teje ka qenë gjithmonë një zë, një përshpëritje e mbytur nga detyrimet, nga nevoja për miratim, nga frika se mos i zhgënjesh të tjerët. Pastaj vjen një moment, një çast i pashmangshëm, ku gjithçka ndryshon. Është sikur një përdes të ngrihet dhe, për herë të parë, e sheh realitetin ashtu siç është vërtet. Ke kaluar jetën duke vënë të tjerët në vend të parë, duke harruar veten tënde. Carl Jung, eksploruesi i psikikës njerëzore, pohonte se udhëtimi më i rëndësishëm është ai brenda vetes sonë. Por të zgjedhësh veten nuk është e lehtë, do të thotë të përballesh me frikrat e tua, të ndalosh së kënaqëritë të tjerët dhe të kesh guximin të thuash jo ndaj gjithçkaje që nuk pasqyron natyrën tënde të vërtetë. E megjithatë, pikërisht këtu fillon transformimi i vërtetë. Sot do të çoj në një udhëtim të thellë. Dua të tregoj se çfarë ndodh kur më në fund vë veten mbi gjithçka tjetër. Ky rrugëtim nuk do të jetë i lehtë, por një gjë është e sigurt, asgjë nuk do të jetë më si më parë. Ka një moment në jetë kur, pa asnjë paralajmërim, diçka brenda teje thyet. Shikon veten në pasqyrë dhe kupton se për një kohë të gjatë ke jetuar për të tjerët. Ke pohuar me kokë kur do të doje të refuzoje, ke varrosur dëshirat e tua për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve, ke kërkuar pranimin në vend që të përqafoje të vërtetën tënde. Je transformuar për t'u pranuar, duke harruar personin më të rëndësishëm nga të gjithë, veten tënde. Pastaj diçka ndryshon, një çarje e brendshme, një boshllëk që nuk mund ta injorosh më. Është thelbi yt që zgjohet të përshpërit. Po sikur për një herë të vetme të zgjedh veten? Një pyetje e thjeshtë, por jashtëzakonisht e fuqishme, sepse pikërisht këtu fillon gjithçka. Carl Jung, një nga mendjet më të ndritura të psikologjisë moderne, na la një mësim të thellë. Vetërealizimi kalon përmes zbulimit të vetes, por rruga drejt autenticitetit është nga më të vështirat për t'u ndjekur. Të zgjedhësh veten nuk është thjesht një vendim personal, është një akt rebelimi. Dhe e di cila është gjëja e parë që ndodh kur më në fund e vendos veten në vend të parë? Bota reagon ashpër. Disa do të shikojnë me dyshim, të tjerë do të ndihen të shqetësuar përballë qartësisë tënde të re. Do të gjykojnë, do të thonë se je ndryshuar, se je egoist. Por e vërteta është se ti nuk je ndryshuar, thjesht je rikthyer të jesh ai që gjithmonë ke qenë. Problemi është se shumë ishin mësuar me bindjen tënde, me sakrificën tënde të heshtur për mirëqenien e tyre. Tani që ke zgjedhur të thuash jo, të vendosësh kufi, të ecësh në rrugën tënde pa kërkuar miratim, ekuilibri i tyre prishet, jo sepse ti je gabim, por sepse rritja jote i detyron ata të shikojnë brenda vetes, dhe jo të gjithë janë gati ta bëjnë këtë. Jung e dinte mirë këtë. Kur zgjedh autenticitetin, jo të gjithë do të ndjekin, por ata që do të qëndrojnë, më në fund do të shohin kush je vërtet, jo rolin që ke luajtur për të kënaqur të tjerët. Për
Për vite me radhë ke kërkuar vlerësim nga jashtë, duke u përpjekur të bëhesh versioni i vetes që të tjerët dëshironin, i bindur se vetëm kështu do të gjeje dashuri dhe pranim. Por e vërteta është ndryshe, fuqia jote nuk ka qenë kur jashtë teje, ka qenë gjithmonë brenda teje. Dhe kur më në fund zgjedh veten, ndodh diçka e jashtëzakonshme, kupton se nuk ke më nevojë të vërtetosh asgjë para askujt. Frika nga gjykimi, droja se nuk je mjaftueshëm, pesha e shkënjimit të tjerëve, zhduken. Ndalesh se kërkuari falje për atë që je, ndalesh se ndjekur i miratimin e të tjerëve dhe kupton se liria më e madhe është të jetosh sipas të vërtetës tënde. Jung fliste për individualizimin, procesin nëpërmjet të cilit bëhesh vetja jote e vërtet, jo identiteti i imponuar nga shoqëria, jo roli i diktuar nga familja, por ajo që rezonon me shpirtin tënd. Dhe cili është rezultati më i madh i këtij procesi? Çlirimi. Ndihesh më i lehtë, më i fortë, më i përputhur me thelbin tënd. Për herë të parë, lëviz në drejtimin e duhur. Çdo zgjedhje që kishe bërë më parë ishte e diktuar nga nevoja për pranim, nga frika se mos mbetesh e jashtë, nga dëshira për të përkitur diku, por kur më në fund zgjedh veten, e kaluara humb fuqinë e saj mbi ty, nuk ngjen më nevojën për t'u justifikuar. Nuk ke më frikë nga ata që nuk e kuptojnë rrugëtimin tënd. Nuk e mbush më boshllëkun me miratimin e të tjerëve, sepse kupton një të vërtetë themelore, je tashmë i mjaftueshëm ashtu siç je. Jung thoshte se rruga drejt vetdijes kërkon guxim, një guxim që lind vetëm kur ndalon së kërkuari përgjigje jashtë dhe fillon t'i gjesh brenda vetes. A ke vënë re ndonjëherë se, kur merr një vendim autentik, jeta fillon të harmonizohet? Lidhje të reja shfaqen, dyrë që duke kishin të mbyllura papritur hapen, ngjarjet ndodhin me një saktësi të habitshme. Jung e quante këtë fenomen sinkronicitet. Kur përqafon qenien tënde të vërtet, universi të përgjigjet. Energjit riorganizohen, situatat e gabuara zhduken dhe, në vend të tyre, vjen pikërisht ajo që të nevojitet për të rritur dhe evoluar. Nuk është magji. Është pasojë e natyrshme e të jetuarit në harmoni me veten. Por ki kujdes, sinkroniciteti nuk do të thotë që rruga do të jetë pa pengesa. Sfidat do të vinë. Do të ketë momente dyshimi, kur e vjetra dhe e reja do të përplasen brenda teje dhe do të ketë njerëz që do t'i rezistojnë rritjes tënde. Atëherë, pyetja është, a do të kesh guximin të vazhdosh përpara? Kur frikat e së kaluarës rishfaqen, kur dyshimet fillojnë të zvarriten në mendjen tënde, pikërisht në atë moment duhet t'i besosh asaj që ndjen. Nëse gjërat në jetën tënde fillojnë të harmonizohen natyrshëm, nëse mundësitë hapen pa mundim, nëse takon njerëz që duken sikur vijnë pikërisht në momentin e duhur, dije se asgjë nga kjo nuk është rastësi. Është një sinjal i qartë. Më në fund po hyn në harmoni me thelbin tënd të vërtetë. Po ndjek rrugën që ka qenë gjithmonë e destinuar për ty. Një nga aspektet më të frikshme të vendosjes së vetes në vend të parë është se në fillim mund të përjetosh vetmin. Por vetmia nuk është një armik. Është një ftesë për të rizbuluar veten, për të shëruar plagët e së kaluarës, për të ndërtuar një jetë që rezonon vërtet me shpirtin tënd. Dhe pastaj ndodh diçka e jashtëzakonshme. Fillon të vlerësosh shoqërinë tënde. E kupton që nuk ke më nevojë për marrëdhënie toksike në jetën tënde, që nuk je më i gatshëm të pranosh më pak nga sa meriton. Sepse ke përqafuar një të vërtetë themelore, ke qenë gjithmonë i mjaftueshëm. Në fillim, kjo ndjesi mund të duket e rëndë.
Një boshllëk që të shtyn të strehohesh te zakonet e vjetra ose të kërkosh ngushëllim në lidhje që nuk të bëjnë mirë. Por nëse zgjedh të qëndrosh, të mirëpresësh heshtjen, do të kuptosh se nuk është një humbje, por një hapësirë e re, një territori pa eksploruar, plot me mundësi të pafundme. Është pikërisht këtu ku ndodh transformimi i vërtetë. Do të zbulosh pjesë të vetes që i kishe injoruar, pasione që i kishe harruar, ëndra që i kishe lënë pezull për një kohë të gjatë. Dhe në momentin kur do të ndalosh së pasuri frikë nga vetmia, gjithçka do të ndryshojë. Nuk do të kërkosh më dikë apo diçka që të plotësoj, sepse do të kuptosh se ti ke qenë gjithmonë i plotësuar. Carl Jung na la një mësim tepër të fuqishëm: kush shikon jashtë, ëndërron. Kush shikon brenda, zgjohet. Jeta që dëshiron nuk do të lind nga miratimi i të tjerëve, nga përpjekja për të kënaqur ata që të rrethojnë apo nga frika se mos i zgënjen të tjerët. Do të shfaqet nga vendimi më i rëndësishëm që mund të marrësh ndonjëherë, vendimi për të zgjedhur veten. Nëse këto fjalë rezonojnë brenda teje, dije se ky është vetëm fillimi. Rruga para teje është e gjatë, por është e jotja dhe vetëm e jotja. Askush nuk mund ta ecë atë në vendin tënd. Prandaj, më thuaj, a je gati të bësh zgjedhjen që do të rishkruaj jetën tënde? Nëse ky mesazh ka prekur shpirtin tënd, ndaj këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Të zgjedhësh veten nuk është një akt egoizmi, por një revolucion i brendshëm. Do të thotë të çlirohesh nga nevoja për t'u pëlqyer nga të tjerët dhe të bëhesh më në fund ai që ke qenë gjithmonë i destinuar të jesh. Është një udhëtim që në fillim mund të duket i vështirë, madje i vetmuar, por të çon drejt një jete autentike dhe të plotësuar. Frika nga ndryshimi është e natyrshme. Gjithmonë do të ketë një pjesë të qenies tënde që kapet pas së kaluarës, që gjen ngushëllim në rutinë më shumë se sa në të panjohurën. Por mbaje mend këtë, të mbetesh i bllokuar në një jetë që nuk pasqyron shpirtin tënd është shumë më e dhimbshme se sa transformimi. Çdo ndryshim i madh fillon kur gjejmë guximin të shohim brenda vetes, të dëgjojmë zërin ton më të thellë, të përballemi me hijet tona dhe t'i shndërrojmë ato në forcë. Nuk do të ketë kur një moment të përsosur për të nisur këtë rrugtim. E di pse? Sepse momenti i përsosur është tani. Nuk ke nevojë t'i kesh të gjitha përgjigjet. Nuk duhet të dish saktësisht se ku do të çojë kjo zgjedhje. Gjithçka që duhet të bësh është të hedhësh hapin e parë, një hap drejt vetes, drejt lirisë për të jetuar ashtu siç je vërtet. Nëse sot ndihesh i bllokuar, dije se çdo transformim i madh lind nga një vendim i vetëm, të ndalosh së kënaquri me pak dhe të fillosh të jetosh me qëllim. Mos e harro kur, jeta nuk fillon kur gjithçka rregullohet. Jeta fillon në momentin kur zgjedh të jesh vetvetja. Nëse këto fjalë kanë prekur zemrën tënde, shkruaj në komente. Zgjedh lirinë e brendshme si një kujtesë për veten dhe për të ndezur komunitetin që po lind. Sa më shumë njerëz të zgjohen, aq më shumë njerëzimi ecën përpara, sepse jemi të gjithë të lidhur me njëri tjetrin.
Nëse kjo video ka prekur shpirtin tënd, të ftoj të vazhdosh këtë udhëtim me videon tjetër.